Menaxheri i njohur i VIP-ave Gianni De Mika ka ndarë së fundmi disa detaje interesante nga festa pas finales së Big Brother VIP Albania 4, ku vëmendja ishte padyshim te çifti më i komentuar i këtij edicioni, Gjesti dhe Egli. Në një intervistë, De Mika tha se ndonë se dyshja kaluan thuajse gjithkohën pranë njëri tjetrit gjatë festës, nuk i dhanë përshtypjen e një çifti. Ai theksoi se kjo mund të ketë ardhur për shkak të vëmendjes së madhe nga publiku dhe të ftuarit, të cilët i rrethonin vazhdimisht për t'i përshëndetur, duke mos u lënë hapësira të ishin më të afërt. Me thënë të drejtën, atë natë kam vënë që Gjesi dhe Egli mund të ishin bashkë gjatë gjithë kohës pothuajse, por nuk ma linin përshtypjen e një çifti, për arsye sepse ishin të hutuar dhe ishin akoma duke takuar njerëz dhe shumë pak kohë kanë gjetur të rinin bashkë me njëri tjetrin, të përqafuar apo të kërcenin bashkë. Kjo mu duk pak e habitshme, por nuk i vë faj sepse në fund të fundit sapo kanë dalë nga një reality show dhe janë të hutuar akoma. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.